Shakitën, më falë. Bukuroshja e tërbuar. Edhe të dyja me të kuqe. Po pra. Bukuroshja e fjetur Benita për Gertën. Do më thënë që nga e konfirmuar që nga bukuroshja vjetur Gerta, më ndoshta se s'kesh ka qenë mis. This is it. Ju më ndoket mesazhi i gabushëm, mi thoni njëri që je i papjek në momentin që ti ja konsideron fjalët e motrës, okay? Ajo është një mesazh i gabushëm, se nuk është i papjek, pse se i merr përballë fjalët e familjarëve të vet. Kështu që t'luza. Jo se më kjo pjesa intereson një që ne vlerësoj Klodin për çimin e moj, po kjo është frikë, mund me bëj çka duajnë, okay? Po thjesht është mesazh i gabushëm Benita, si ose që mund të kem pas me dikant tjetër, ose siç ka ndodhur. Do shkaret kanë konvenumra në lojës? Benita përderisa unë mendoj që të kam pru deri në gjysmëfinales, besoj që më kanë konvenumra. Ti mund ke pru? Po. Shumë gabe vjen. Se ti s'ke pas lojë tjetër, okay? Se di realisht. Ja, kisha me Klodin. No, Benita ka pas shumë situata të veta, ti ke ndetur situata vetëm me 300% Klod, like no. Okay, kur dhe aspektin kur Benita po çfarë Ishin fake lotët e Benitës dhe një dua e kanë gjanë, po ato lotët më duan këshu like, lot krokodilis. Lot krokodili. Si që mund të thosh edhe Dolce, lot kokodrilli. Unë nuk e menoj që ti e lëndu për këtyn e fjallëve, unë e mendoj që është krejt tjetër sam, po normal që nuk i thu. Dhe vazhdoj e Klodi jetën tonë dhe unë damën t'i uroj mas mirat njëtë, beson. Se kur s'ta mund është keqe, për Sa e bukur është kjo Benita, shumë bombshell. Ato dha një farë shprese ajo, sepse ishtë dash normalisht që Klodi të të mbante larg për shkak të gjërave që tani po thotë që si kanë pëlqyer të ty dhe është ofenduar nga ty. Ndërkohë që kur ti hyre, ai të priti krahapur. Të gjitha në këtë skenë dhe jemi shumë afër emrit të finalistit. O, pse kaq ishte? 1 orë e gjys? Okej. Sa i bukur ishte ky post prime. Post BB. Ju pëlqeu? Gjithsesi, ne do shihemi për herë të fundit për Big Brother Kosova të premten, se është pjesa e dytë e post Big Brotherit. Dhe normalisht ne do shihemi nesër, se do ndodhi, me se shihni videon që do postoj pas kësaj, të shikoni që do ndodhi nesër.